Për herë të parë që nga nisja e gjyqit të tyre të përbashkët, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi shkëmbyen fjalë me njëri tjetrin. Me nota tensione të forta, ata ju drejtuan njëri tjetrit për akuzat që rëndojnë mbi ta. Ish-presidenti e fajsoni deputeten si përgjegjëse përpara burgosjen e tij, ndërsa ky e fundit pretendon se këto janë fjalë të bashkëpunëtorëve të tij për t'i vënë pikërisht përballë njëri tjetrit. Meta përjashton kategorikisht ushtrimin e ndikimit të lishëm apo të palishëm që buronte nga pushteti i tij për secili nga personat për të cilët ai akuzohet, si Adrian Shatkun, Piro Xhixhon apo edhe Monika Kryemadhin. Kjo është histori UDB-je, edhe Adrian Shatku duhet kishte ardhur këtu sapo dëgjoi emrin, se ka ngrënë bukë në shtëpinë time. Adrian Shatku u largua në vitin 1989 e mori UDB-ja, pastaj iku në Amerikë. Kjo është histori UDB-je dhe agjenturash greke. Nuk kam asnjë dieni për veprimet e Monika Kryemadhit, i di vet ajo. Ato historitë e mesazheve i di zonja Kryemadhi. Duke ju referuar deputetit të Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, që ndodhej në sallë, Monika Kryemadhi tha se ka qenë pikërisht ai që ka ndikuar te Meta që ai të ketë këtë qëndrim ndaj saj. Boll se nuk është ashtu. Me llafet që të sjell Altin Dumani, thashë theme flet këtu. Mos u merr me llafe grash. Akoma merresh me thashë themet e Tedi Blushit. Kam 4 vjet që e dëgjoj dhe e duroj. Edhe babai im të çohet nga varri. Nuk e duroj dot më. Do të t'i lexoj dhe unë mesazhet ty, të marrësh vesh. Me llafet e këtij rroktari merresh ti. Gjykata e paralajmëroi atë që nëse e përsërit sjelljen, do të largohet nga seanca dhe do të gjobitet. Ndërkohë, këtë të mërkur, mbrojtja paraqiti argumentet kundër akuzave të ngritura nga SPAK. Avokati i Ilir Metës pretendon se prokuroria e posaçme është e motivuar politikisht, pasi provat që ata paraqesin në gjykatë janë sjellë në mënyrë të palishme. Mes tyre bën pjesë edhe incizimi i ish-ministrit e energjetikës Dritan Prifti, i cili e ka regjistruar Metën me iniciativë personale për çështjen Çezdia dhe jo me vendim gjykate. Po ashtu për episodin e lobingut, mbrojtja thotë se Ilir Meta nuk ka firmosur kontratën dhe as nuk ka autorizuar pagesat për të cilat SPAK pretendon se burojnë nga korrupsioni. Në fund, Kujtim Cakrani kërkoi dëshmitar, kryeministrin Edi Rama, ish kryeparlamentari Gramoz Ruçi, kreun e grupit parlamentar Tauland Balla, Petrit Vasilin, Luan Ramën dhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë GSIS.